Pra të duash dhe të mos mundesh të flasësh, të mos mundesh të ruash, nuk e di. Gjua shqipe për ne, sidomos studentët e Maqedoninë e Veriut, ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme, një element të cilit ne kemi dashur gjatë gjithë kohës ta ruajmë me shpirt dhe të mos ta lënë që një shtet i cili mundohet të na shkel të na ulë të drejtat tona. Studentët e Maqedonisë së Veriut gjatë gjithë kohës studiojnë në gjuhën shqipe, pra vlen të theksoj që ne studiojmë 4 vite ose 8 vite universitet në gjuhën shqipe dhe më pas në fund për të licencuar unë si psikologe ose për provimin e jurisprudencës, ne duhet që të bëjmë provimin në gjuhën maqedonase dhe kjo nuk duket as pak e drejtë për të gjithë, siç e shohim. Dhe çfarë ndjesie është për një student shqiptar kur nuk i lejohet të jap provimin në gjuhën anëtare? Është ndjesia më e keqe ndonjëherë, më vjen shumë keq që jemi përballur në vitin 2026 me këtë problematikë dhe më vjen shumë keq për të gjithë njerëzit që e kanë kaluar provimin e jurisprudencës ose është dashur të jenë licencuar dhe nuk kanë mundur ta bëjnë në gjuhën e tyre anëtare, por besoj që sot me këtë protestë do të dridhin fakt themelet e Maqedonisë së Veriut dhe ndoshta do të na ecë fati dhe do të ndryshojmë diçka. Shpresojmë